Po investimi në kriptovaluta, sa është i sigurt për qytetarët e zakonshëm? Po, është temë shumë interesante për shkak se është një temë që e marr prej vitit 2009-2010, prej fillimit, kur isha në sistem bankar në atë kohë, në gjithë lloj pozicione roli që kam luajtur, kam qenë i interesuar, ka tërheq se qysh krijohet një farë lloj partneriteti në mes të teknologjisë edhe sistemit paras, për shembull. Ka qenë diçysh tabu në atë kohë. Edhe si për hajgare, dikush ka investuar, disa prej ne kemi investuar një masë vogël paras, edhe ajo filloi sa më shumë u zhvilloi teknologjia, aq më shumë u avancuan edhe kriptoasetet, edhe veçantë Bitcoini për shembull. Tashti, a janë të sigurta? Asgjë nuk është e sigurt. Edhe sot me investu nëpërmjet sistemit bankar ose investime personale, kudo që investosh, nuk janë 100% sigurta, për shkak se mund të kesh rënje ditën tjetër. Jo, kjo pyetje shumë e vend Elies, për shkak se është me të vërtet preokupim edhe imi, për shkak se shumë njerëz vrapojnë mas asaj histerisë që duhet me investu, pa kuptu ku investon. Për shembull, ndalë shumë coina që kush se ka menu që mundet njëri me kriju qasi emërtim për një coin, për një kriptoaset. Po në Bitcoin, vetëm Bitcoini, Ethereumi për shembull, Solana, janë disa entitete mrena kriptoaseteve që tregtohen në dy variante. Tregtohen variantin kur e blen një Bitcoin, që sot çmimori ka në $100,000 për njësi, ose shkon e blen një pjesë të atij Bitcoini, dhe më thonë që është një masë, mund të fusësh €100, €200, tashti për shkak që është si investim, si aset investues shumë i luhatshëm, nuk do më thonë detyrimisht që është i rrezikshëm, në kuptimin që ti mundesh me hub krejt parën. Mundesh me hub parët në kriptoasete që nuk njihen për indekseve. E për këtë arsye në gjithmonë, unë si themi e kufizoj veten ndanjen e këshillave investive për shkak se nuk dua të krijoj përshtypje që si kryesues i bordit trustit ose edhe si person që kam përgjegjësi publike me i orientu konsumatorët ose kontributëdhënësit ose popullin ton, masën ton në një aset investues për shkak se nuk ma lejon përgjegjësia edhe institucionale po edhe personale. Por unë gjithnjë ju them njerëzve, të rinjve tanë, sidomos të rinjve tanë. Kurseni, natyrisht kontribuoni edhe për trustin kur keni mundësi edhe kur jeni të punësuar. Në anën tjetër, po, merrni rreziqe në treg, por rreziqe që mundi me përballu edhe humbje nëse vjen deri ajo. Kur vjen te kriptoasetet, studioni mirë, kuptoni produktin, e jo vetëm kriptoasetet, po kriptoasetet janë tematik më ashtu, po nuk duhet më ju nal ajo ndjenja, ndjesia për me marrë një rrezik dhe ndoshta edhe shpërblehesh diku.